Epoka e Silvinjos në stolin e kombëtares shqiptare duket se përfundoi mbrëm në stadiumin e Varshavës. Humbja minimale 2-1 kundër Polonisë nuk preku vetëm ëndrrën e Shqipërisë për botrorin e vitit 2026, por shënoi edhe pikën përfundimtare të brazilianit në drejtimin e kuqezinjve. Silvinjo kishte marrë drejtimin e ekipit kombëtar në fillim të vitit 2023 dhe kontrata e tij ishte e vlefshme deri në dhjetor të vitit 2025. Megjithatë, për shkak të kualifikimit në ndeshjet e play-offit për botrorin, Federata Shqiptare e Futbollit kishte vendosur ta zgjas kontratën me 6 muaj, me shpresën se ai do të mund të arrinte sukses në sfidat e mbetura. Pas humbjes ndaj Polonisë, zgjatja e kontratës duket tani e pamundur dhe largimi i tij bëhet çështje kohe. Silvinjo do të qëndrojë në stol, edhe për ndeshjen e radhës ndaj Ukrainës më 31 mars, një sfidë që nuk do të ndikojë në fatin e tij si trajner. Zyrtarisht, rrugëtimi i tij përfundon në korrik, ndërsa në qershor janë planifikuar edhe 2 ndeshje miqësore që do të shënojnë momentet e fundit të tij me kuqezinjt. Pavarësisht përfundimit të hidhur të këtyre kualifikueseve, periudha e Silvinjos do të mbahet mend për rritjen e imazhit të skuadrës dhe kualifikimin historik për herë të dytë në kampionatin evropian 2024 në Gjermani. Megjithatë, objektivi kryesor i Kupës Botës mbetet ende i paplotësuar.